10 deputet marrin pasaport diplomatike, por kuponin e blejnë me fonde shteti. Tek kuvendi i ri, 13 deputet kërkuan shtëpi me qira nga shteti, mes tyre Niko Peleshi, Agron Gjekmarkaj dhe Zegjine Çaushi. Me nisjen e kuvendit të ri në shtator, deputetët kanë filluar të shfrytëzojnë favoret që u jep mandati për të marrë bonuse dhe financime shtetërore, siç rezulton nga dokumentet e siguruara nga Report TV. Përfitimet janë përtej pagës apo pagesave për pjesëmarrje në komisione, veç kuotës për karburant apo telefon. Përfaqësuesit e popullit kanë marrë nga aparate e qytetarëve edhe kompensim për qirat e tyre në kryeqytet, apo edhe për kuponët me cilët kanë nxjerrë pasaporta diplomatike. Për këtë dokument kanë aplikuar 10 deputetë të rinj sipas kësaj liste, për kuponin prej 75 eurosh e kanë blerë me lekët e kuvendit dhe jo me të tyret, edhe pse pagat për ta variojnë nga 3.000 në 3.500 euro. Por kompensimi për pasaporta diplomatike nuk është i vetmi që është kërkuar nga deputetët. Të dhënat e siguruara pranë kuvendit të Shqipërisë tregojnë se 13 prej tyre paguajnë qiran me para publike. Me semrave bie në sy kryetari i kuvendit Niko Peleshi, nën kryetari demokrat i kuvendit Agron Gjekmarkaj, si dhe deputetja e shumë përfolur socialiste Zegjine Çaushi. Paga baze e deputetëve është rritur ndjeshëm vitet e fundit, duke arritur në 2.250 euro neto. Krahas pagës, ata përfitojnë edhe pagesa shtesë për pjesëmarrje në komisione parlamentare, 170 euro në muaj për shpenzimet e telefonit, 300 deri në 400 euro për karburant, si dhe kompensime për dieta udhëtime brenda dhe jashtë vendit. Të dhënat e siguruara tregojnë se vetëm gjatë muajit tetor dhe pa përfshirë pagat, shpenzimet për karburantin e deputetëve arritën në 44.000 euro, ato për telefonin në 19.000 euro, dietat në 139.000 euro, qirat në 4.000 euro, ndërsa pasaportat diplomatike kushtuan 750 euro.